Sapoviqit e udhëhequr nga Lulzim Hetemi e ka marrë administrimin e objektit sportiv në këtë komunë. Policia e Kosovës ka konfirmuar për mediumin në gjuhën serbe Kosoev se komuna e Leposaviqit ka kërkuar ndihmën e tyre për këtë çështje. Ne vetëm po e ndihmonim udhëheqjen komunale në marrjen e sallës komunale në Leposaviq, tha Veton Eleshani, zvendës komandant i policisë në rajonin e Veriut. Mirëpo ai nuk mundi të na tregojë nëse siç ishte rasti gjatë marrjes së fundit të pallatit të sporteve në Mitrovicën e Veriut, tashmë në Leposaviq, është ndëruar dryni i objektit, ka raportuar ky medium. Për këtë ngjarje për Kosoev ka folur edhe nënkryetaria e komunës së Leposaviqit, Marina Bogejević. Ajo tha se objekti nuk e ka marrë vetëm komuna, por menaxhimin e tij dhe tha se çdo gjë tjetër mbetet e njëjtë siç ka qenë. Ne nuk po e marrim sallën e sportit, ne kemi përgjegjësi vetëm për objektet e sallës sportive. Brenda objektit të sallës sportive nuk kemi asgjë, por ata punëtorë do të mbesin nëse duan, oraret për studentët, për trajnerët, gjithçka do të mbetet njëjtë. Vetëm menxhamenti është i komunës, ka thënë ajo. E pyetur kush e ka menaxhuar sallën deri tash, Bogojević tha se ishte një organizatë që ka vepruar në kuadër të sistemit serb. Këtu thot Organizata e Sporteve dhe Turizmit Leposaviq, tha Bogojević. Kosoev ka cituar mediumin serb RTS që njofton se pas marrjes së dorëzimit të objektit, janë vendosur tabela të reja përkatësisht flamuri i Kosovës së bashku me një tabelë të re, ku thuhet se është objekt i institucioneve të Kosovës. Mediat raportojnë gjithashtu se flamurët serb janë hequr.